S'ka kompromis, kthim pas dhe as pazare. Kështu u tha Lulzim Basha demokratëve dhe qytetarëve në protestë, pas deklaratave të ndërkombëtarëve për të kthyer normalitetit në politik. Gjithashtu, lideri i opozitës ju drejtua me këtë mesazh kryeministrit Rama dhe aleatit të tij Meta. Le ta di mirë Edi Rama, le ta dëgjoj mirë Ilir Meta, jo një, po 10 darka po të hanë bashk, buka e popullit do t'ju ngeli në fyt. Opozita do të vijojë protestën e saj dhe nuk do të negociojë për kushtet. Kërkesa pa kompromise demokratëve është qeveria teknike. Lulzim Basha nuk bëhet pjesë e asnjë pazari. Nuk ka kthim në parlament pa plotësuar kushtet që populli ka vënë politikës. Qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Protestës në ditën e 5 të zhvillimit të saj janë bashkuar edhe naftëtarët nga Patosi, Roskoveci, Ballçi dhe Mallakastra, të cilët shprehen shqetësimet e tyre për kushtet e punës dhe pagesat.